Nga shqiptarët nacionalistë. Kryetari i zgjedhjeve KQZ-s në atë kohë ka qenë zoti Recep Mejdani. Por, në pamjet e filmeve që unë do t'jap nga kasetet e mia të Fokusit, do të shikoni dhe një mbledhje të Këshillit Presidencial, që sipas burimeve të mia, është mbledhur në 1 prill. Në atë tavolinë të Këshillit Presidencial ka fytyra që ende janë politik. Dhe të gjithë, e them këtë pa rezerva, janë përgjegjës për atë që do ndodhte në 2 prill, sepse pa diskutim, Këshilli Presidencial në 1 prill nuk ka diskutuar as për motin, as për eksportet, por natyrisht për të treguar forcë, për të zbatuar ligjin, për të mbajtur rendin, edhe duke hapur zjarr. Shkodranët dolën gjithë në shesh. Ishin nxënës të gjimnazit. Brozi dhe 3 martirë të tjerë dolën të ndalonin pikërisht masakrën, sepse mbi komitetin e partisë kishte snajpera. Dhe Brozi ka qenë me kuriz nga komiteti i partisë, duke tentuar, duke orvatur të ndalonte masakrën. Ai është vrar. Unë jam takuar me nënën e tij në një nga emisionet e mia të para në atë kohë dhe më ka treguar edhe plumbin. Është një plumb i madh. Tanush Mulleti në emision këtu vjet e ka treguar se si u nxjor trupi kufoma e martirit për të bërë dhe njëherë ekzaminimin. Dhe natyrisht nga pamjet filmike, nga prilli i vitit 91, do të kemë pamje me mitingun madhështor të vitit 1992, sipas arkivave të kohës, kur lideri Berisha shkonte, respektonte menjëherë Shkodrën, mbas fitores të madhe të 22 marsit, kur pranvera demokratike po vinte dhe natyrisht duhej të respektojë Shkodra. Nuk është rastësi, në atë miting është Berisha, është Azem Hajdari, po flet edhe miku i shqiptarëve, ambasadori amerikan, Ryerson, i cili madje përdor dhe një proverb shqiptar, të rosh dhe t'i kujtosh. Në fakt, ne i kujtojmë të gjithë. Natyrisht që pamjet ka gjak, ka të vrarë dhe nuk do doja t'ju sugjeroj që fëmijët jenë para ekranit, megjithse është mirë që dhe të shikojnë. Këta ishim ne, kjo ishte Shqipëria, ata ishin ata gjakësor që kërkonin të vrisnin dhe nuk vranë pak. Mos harroni se çfarë ka ndodhur në përkufinj ditët e javës të fundit. Po të vi puna deri këtu? Këtu jemi në Komitetin Qendror. Duhet kemi parasysh që edhe bar do ham, edhe gjak do derdim. Këtu nuk shon më. Edhe shkon mëtej, s'mund të shkoj asgjë. Edhe demonstrata po të na ndodhin, ne do t'i shtypim. Po pse të na ndodhin? 120.000 komunistë, gjithë organizata masash, pse të lejojnë të dalin në rrugë e të bërtasin me 2 gishta lart, qoftë 50 dhe 100 rrugaqë. Çdo komitet partie i ka në dispozicion mjetet e dhunës për të goditur në kohë organizimit dhe veprimet konkrete të elementeve keqbërës. Është momenti i acaruar që kërkon nga çdo kuadër të tregojë aftësitë e veta. Në orën 9:30 erdhi këtu për të votuar edhe kryetari i Këshillit të Ministrave, Shoku Fatosnano. Në këtë qendrvotimi kishin ardhur edhe mjaft gazetare, grupe xhirimi nga vende të ndryshme të botës për të ndjekur votimet. Po nuk dite nëna se të kishin vrarë ty nën. Vrarën djalin tjetër, unë
qama për të nën. Është djallë nënet nën. Bashin mu nuk ka djallë i jetë nën. Kure morin veshte jam nën, albet brocit nën. Erdin një jam shoqnoj dhe në spital nën. Non si roft pika për ty nën. Pas fit për dhe nën. Non si roft pika. Non si roft pika për ty nën. Ty u nuk polis me mas quni rinin nën. Shofë. Tash në nik kanë ardhë edhe dishëroj me marrë në një fjallë për e te. Ti s'pat e fat me gëzu, mas qësh nën. Mas qësh nën. A mjera për ty nën. Vronim trastisht e anë su për trastin nën.
nga halli. Por me sy që u ndrisnin kur ne të rinj të përshëndesni me respekt. Që u revoltuam kur Katili Zog na vrau amnin tonë. Bërkune nana me gjepi të drunit, ku mu bafshi katunit, ore gjall, ore gjall.
për Partinë e Punës, për arsye sepse Partia e Punës mua më ka dhënë token. Kuptove, Partia e Punës më dha punën në shtet. Shqipnin e lirë nën, nëre me shku drejta o lopës nën, sa kështu nuk shkohet nën, me shpil të sheki nuk shkohet nën, nuk tu në luft, qoni gravova favor, është pagur me kur. Anekdot, zësqyda në necesarë. Jo, s'përstonim, që s'ka më qesë. Lutin atë dy hapa më mrapa. Arriva në të më mrapa, i lutin Në këtë vizitë ai shoqërohet nga deputeti Dritër Agolli. Përpara se të fillonte kjo veprimtari, ai vajti në familjet e 4 dëshmorëve të demokracisë të rënë në 2 prill. Vizitën e parë e bëri në familjen e Arben Brocit. Duke u takuar me pjesëtarë të familjes, presidenti Ramiz Alia thotë: "I kisha dhënë fjalën Skënderit, dajes Arbenit, që kur pat ardhur në shtëpinë time që do të vija patjetër t'u takoja të gjithëve. Shkodra ju ka pritur më parë", thotë Lia, nëna e dëshmorit. E më pas duke vazhduar bisedën i tregon fotografitë e Arbenit. "Kur shoh këtë fotografi, më kujtohet mirë fytyra e Arbenit atë natë që u takova me studentët", thot presidenti. Pjesëtarët e familjes Arben Brocit i kërkuan presidentit që gjyqi ngjarjeve të 2 prillit të shpejtohet dhe vërteta të dalë në shesh me do e mos. "Ne duam që pala jon të ketë avokatin e vet. Zoti president duhet të vënë dorë që të zbulohen fajtorët e drejt për drejt me qëllim që Shkodra të ketë qetësi dhe të hiqen dyshimet e të pastrohen ndërgjegjet. Një e keqje e madhe ju ka rënë, tha presidenti, në familjen e Nazmi Kurioziut. Të gjithëve ne ka dhëmbur ajo që ka ndodhur. Kemi patur djalë për Shqipëri. Ta kish vrarë huaj s'kisha gajle, thot Adilja, nëna e Nazmiut, por e ka vrarë shqiptari dhe është vrarë me tradhti. Në familjen Kurioziu u këmbëngul që gjyqi i arshëm të mos jetë i montuar e të gjendën urdhëruesit dhe vrasësit, kriminalët që shkaktuan masakrën e 2 prillit. Jemi shkodran, thot i ati dëshmorit Tahir Kurioziu. Durojmë e kemi respekt. Sabi ka selamet dhe besojmë se e drejta do të fitoj. Që pas takimit të parë që kam patur, presidenti ishte angazhuar për ta nxjerrë në krye këtë punë, vazhdon bisedën Skënderi, daja e Arbenit, i cili e shoqëronte atë në të gjithë vizitat. Pas jush vjen deputeti Dritër Agolli, padyshim që presidenti është personi më interesuar për përfundimin e timeve dhe të gjyqit. Kështu do të bien poshtë ato akuza që janë adresuar atij. Prekëndej, presidenti Ramiz Alia shkoi në familjen dëshmorit tjetër, Besnik Ceka. Në qoftë se doni me të vërtetë të pastër veten tuaj, i than presidentit pjesëtarët e familjes së tij, të gjithën ata shqiptarë që vranë shqiptarin. Pse lihen të livallisin ish funksionarë të lartë të Partisë Punës në rreth e veçanërisht Xhemal Dymylja. Në ndërhyrjen e tij deputeti Dritër Agolli tha se në të kaluarën e bërë gabime të rënda. Shumë gjyqe janë zhvilluar shpejt janë dënuar njerëz pa faj. Tani këto gabime nuk duhet përsëriten. Duhet i lëmë organet e specializuara të shkojnë çështjes deri në fund. Një bisedë e shtruar u zhvillua në familjen e Bujar Beshanakut. Shkodra nuk do të jetë e qetë, e pa dyshime, pa u zbuluar krimi, tha vllai i dëshmorit. Zgjatja e gjyqit mban nxehur flakën e akmarrjes.
Në këtë bisedë u bën mjaft vërejtje për parregullsinë e gjyqit të mëparshëm. Kudo që isha, tha presidenti, dëgjova shumë ankesa për ndjekjen e deri tanishme të çështjes së 2 prillit. Janë ankesa të drejta. Unë që në fillim kanë kërkuar që organet e specializuara të veprojnë me shpejtësi dhe këtë e kanë bërë që në 2 prill. Po do dëshironi për këtë mund të dërgoj edhe incizimin origjinal të mbledhjes së asaj dite, të cilën e kanë vënë në dispozicion prej kohësh në organet e interesuara. Ju siguroj se edhe këtë tutje nuk do të nguroj të përdor edhe kompetencat e mia për të gjetur të vërtetën e 2 prillit. Në të gjitha bisedat u kërkua të vihet në vend nderi i familjeve të lënduara, sepse gjaku nuk falet e nuk lihet të humb. Ne nuk duam hakmarrje, por ndëshkim të shkaktarëve të krimit. Themeleusit e Republikës Amerikane besuan se pushteti i ushtruar nga një qeveri qendrore të lihej në duart e legjislaturës. Autorët e kushtetutës ishin të ndikuar nga frika e mbretërve tiranik, ata e dinin mirë se sa pak funksiononte një kongres konfederal. Roli kryesor i kongresit rrjedh nga artikulli i parë i kushtetutës me një zbatim të parimeve bazë të ndarje të pushteteve. Të gjitha pushtetet legjislative i duhen edhe në kongresit SBA-s, që përbëhet nga senati dhe dhoma e përfaqësuesve. Bikameralizmi i kongresit, pra ndarja e tij në 2 dhoma, ishte pjesë e Connecticut Compromise, kompromis që u përpoq të drejtpeshoj e përsi në shteteve me popullsi të madhe, reflektuar tek House, dhoma e përfaqësuesve, dhe kërkesat e shteteve të vogla për cilësinë në politikë bërje, çka kënaqen në Senat. Tek kësaj, 2 dhomat e kongresit gjithashtu reflektonin ndasitë social-kulturore të themeluesve. Ata dëshironin të drejtpeshonin interesat dhe superioritetin numerik të qytetarëve të thjeshtë, me interesat e pronave me numrin më të vogël të pronarëve, bankierëve, tregtarëve. Qëllimi u arrit në seksionet 2 dhe 3 të artikullit parë dhe antarët e dhomës së përfaqësuesve duhen zgjedhur direkt nga populli, ndërsa Senati do të zgjidhej nga përfaqësuesit e zgjedhur nga legjislaturat e shteteve, të cilët zakonisht ishin pjesë e elitës. Por kjo u ndryshua në vitin 1913, duke vendosur që edhe Senati të zgjidhej drejt për drejt nga populli. Kështu që The House, e zgjedhur pra, ishte dhoma e njerëzve të zakonshëm, dhe Senati, i pa zgjedhur, ishte dhoma e elitës, e ngjashme pak me ndarjet e dhomës të zakonshëve dhe The House of Lords në Angli. The House përfaqësonte popullin dhe sipas kompromisit pra të Connecticutit, Senati do të përfaqësonte shtetet. Antarët e House duhet të zgjidheshin çdo 2 vjet, ndërsa senatorët do të shërbenin në një kohë më të gjatë, 6 vjet dhe më gjatë madje se mandati 4 vjeçar i presidentit. 1/3 e Senatit do të zgjidhej çdo 2 vjet, kur votojë për Housein, pra për dhomën e ulët. Kongresi ka të drejtë vendos taksa, tarifa, importet, të marrëhuat, të rregullojë tregtinë shtetërore dhe ndërkombëtare, por dhe të stabilizojë procedurat për atë që quhet naturalizimi i qytetarëve ose në shtetësi. Gjithashtu të nxjerrë ligje për të rregulluar falimentimin, monedhën, parat, të stabilizojë standardin e peshës, matjeve, të dënojë falsifikimin e paras, të ngrejë gjykatat e ulta federale, të ngrejë zyrat e postës, rrugët postare, të rregullojë të drejtin e autorit, patentat, por dhe të ndëshkojë piratët dhe akte të tjera ilegale në detra, ka të drejtë të deklarojë luftë, të ngrejë, të rregullojë një ushtri, marinë dhe të thrasë dhe të rregullojë atë që quhet milicia e shteteve. Gjithashtu të vendosë sigurojë zbatimin, ndërsa Senati mund t'ia delegojë presidentit gjykatat, shefat e departamenteve. Kongresi ka këto funksione. Ligjbërja, trupi më i lartë që nxjerr ligje për gjithë amerikanët. Vendos buxhetin, shëndetin, kontrollin e armëve, vendosjen afet gjatë paqes, zotron dhe kompromisin. E dyta është shërbimi ndaj votuesve, sepse kongresmenët janë si ndërmjetës mes qytetarit thjesht dhe qeverisë federale. I zgjedhuri kalon një kohë të madhe me votuesit, njohur si case work activity. Por është ajo që quhet përfaqësimi, pra teknikisht përfaqëson interesin e votuesve, si i besuar ose si delegat, ose si quhet ndryshe agent i votuesve. Roli politik është një e mesme mes të besuarit dhe agentit votuesve. E katra është mbikëqyrje. Është një proces se si Kongresi ndjek zbatimin e ligjeve dhe si administrohen
sipas qëllimit të Kongresit. E pesta është edukimi i publikut, kqyr burokracinë, nxit debatet për çështje madhore dhe për interesin e publikut. E gjata është rezolutat e konfliktit. Zgjidh pra konfliktet në shoqërinë amerikane. Kongresi është një pikë orientimi për grupe sociale, raciale dhe besimi. Por ku qëndrojnë ndryshimet midis dy dhomave të Kongresit? Edhe pse janë pjesë të një institucioni, Kongresi është ngritur mbi një kodrim sudruese, Capitol Hill. Senati është nga krau i djathtë i Kapitolit, kurse Kongresi nga krau majt. The House, ose quajtur rëndom Kongresi, ka 435 kongresmen, plus delegatët e Distriktit Kolumbias, DC, Porto Ricos, Guamit, Samoës Amerikane dhe Ishujt Virgjins. Senati ka 100 senator, 2 për çdo shtet. Kongresi, pra ose The House, ka shumë ligje vetë kontrolluese, formal, ndërsa Senati ka më pak ligje që kontrollojnë punën e tij. Ndryshimi dallon tek mënyra e kontrollit debatit. Senati normalisht lejon debate më të thelluara, si kontrast, dhoma e ulët, operon me një sistem ku Komiteti i Rregullave propozon caqen debate për çdo ligj, ndaj The House vepron më shpejt se sa Senati. Shkoja shpesh diku në Capitol Hill, sidomos tek zyrat e Ben Gilmanit, kryetari i Komitetit të Marrëdhënieve me Jashtë Kongres, ngjitur me zyrën e tij ishte zyra kontradiktorit James Trafikante, mik i Shqipërisë, por që përfundoi në burg për disa arsye qesharake e pas një gjyqi spektakolar, ku ai nuk pranoi avokat dhe humbi për mendjemadhsinë e tij, duke ofenduar disa herë haptas gjyqtaren, i shoqit të cilës punonte për FBI-n. Mbaj mend që në një debat republikanët morën dyshekët me vete dhe fjetën Kapitol, sepse debati zgjaste pafund. Donin të bllokonin një ligj. Ky veprim, i pakapshëm për mendjen time shqiptare, quhej filibustering, një debat pafund për të ndaluar një ligj veçantë. Sipas historianëve, tradita e debatit pacak nistet që në vitin 1790 në mos gaboj, kur një propozim për të zhvendosur kryeqytetin amerikan nga New Yorku në Philadelphia ishte ndaluar nga kjo taktik. Kjo ekzistonte edhe në dhomën e ulët, The House, deri nga viti 1811, por kjo nuk është diçka absolute. Sipas një rregulli të Senatit, debatet mund të mbyllen by invoking cloture, si quhet, një metodë për të mbyllur debatin dhe pastaj të kalosh në votim. Është rregulli 22, i cili është amendemuar në vitet 75 dhe 79, duke theksuar se debati mund të mbyllet nëse 16 senator firmosin një peticion dhe po kaluan 2 ditë, 3/5 e Senatit, pra 60 vota, mund të votojnë për mbylljen e debatit. Megjithatë, një senator ose disa bashk kanë të drejtë flasin për një orë përpara se të votohet. Në vitin 79 Senati e zgjeroi këtë rregull, duke shtuar se votimi mund të mbahet pas 100 orë debati, pas asaj që quhet cloture. Kujtoni një çast, ju lutem, mitingjet madhështore. Ajo tregon forcën e vitalitetit të partisë. Shkundër 2 prill 1991, një masakër e shëmtuar e terrorit komunist e diktaturës së kuqe. Pamjet e filmuara i kemi nxjerrë nga Film Arkivi Ynë. I takojnë 2 prillit të vitit kaluar
kur me dhjetra mira të rinje të reja shkodran dolën në shesh për të manifestuar për fitoren e demokracisë në Shkodër në zgjedhjet e 31 marsit dhe për të protestuar kundër manipulimeve në këto zgjedhje. Por kriminalët e armatosur brenda Komitetit të Partisë së Punës dhe snajperët e vendosur në qatit e ndërtesave përreth që luan pa mëshirë mbi njerëzit. Atë ditë dhanë jetën për liri e demokraci Arben Broci, Bujar Beshanaku, Naim Kryeziu e Bujar Ceka. 2 prilli 1991 ishte pika kulmore kur u vendos fati i Shqipërisë. Do të kthehej ajo mbrapa drejt diktaturës komuniste apo do të çante rrugën drejt demokracisë. Dhe Shkodra ishte ajo që e thiri Shqipërinë drejt saj, drejt Europës. Ndaj nga zemrat e popullit të shumëvuajtur shkodran dhe të gjithë Shqipërisë dalin me dhimbje fjalët 2 prill mosardhshëm. Pranvera e demokracisë erdhi si kudo në Shqipëri edhe në Shkodër me 22 mars. E sot më 2 prill, në vendin e rënies së dëshmorëve të demokracisë, populli i lirë, demokrant e patriot shkodran me lodvaj e gëzimi bashk vendosi në shenjë nderimi e respekti për bijtë e tij Kurora dhe Tufa Melule. Megjithse shiu binte i dendur, njerëzit të gjithë kishin dalë në shesh, ndaj kjo na e vështirësoi shumë filmimin. Njerëz të lirë që vrapojnë, që thrasin liri demokraci, që edhe shtyjnë e që nuk dinë si të shprehin lumturinë e tyre. Një atmosferë dhimbjeje, por dhe optimizmi për të ardhmen, shpresë e besimi për një jetë më të mirë në demokraci. Kurora u vendosën këtu, me mbishkrimin dëshmorëve të demokracisë nga kryetari i Partisë Demokratike profesor doktor Sali Berisha, si dhe nga Komiteti Ekzekutiv Pluralist i Rrethit, dega e Partisë Demokratike të Rrethit, sindikatat e pavarura, shoqata e ish të burgosurve politik, si dhe Tufa Melule nga pjesëtar të familjeve të dëshmorëve të demokracisë. Me këtë mbishkrim vendosi një kurori dhe ambasadori amerikan në vendin ton, William Ryerson. Pastaj u organizua një miting i madh në sheshin përpara teatrit Migjeni, në të cilin merrnin pjesë me mira vetë. Merrnin pjesë gjithashtu përfaqësues të degës së Partisë Demokratike të qytetit të Kavajës, të sindikatave të pavarura, të shoqatës së ish të burgosurve politik, të gruas e Rinisë Demokratike, si dhe pjesëtar të familjes së dëshmorit të parë të demokracisë Josif Buda. Pas ekzekutimit të himnit të flamurit nga orkestra frymore e qytetit, të pranishmit në miting mbajtën 1 minutë heshtje për të nderuar kujtimin e dëshmorëve të demokracisë. Duke hapur mitingun, kryetari i Partisë Demokratike të Rrethit, deputeti Pjetër Arbnori tha: "Sot, pas një viti nga rënja e dëshmorëve të demokracisë, po festojmë edhe fitoren e madhe të demokracisë nga zgjedhjet e 22 marsit. Ai shpreu bindjen se populli i Shkodrës nuk do të lëkundet kurrë nga rruga demokratike që ka nisur, se Partia Demokratike do ta çojë Shqipërinë me hapa të shpejtë drejt Europës së qytetëruar, duke patur gjithnjë pranë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës." Pastaj mori fjalën kryetari i Partisë Demokratike profesor doktor Sali Berisha. "Jemi mbledhur sot këtu, tha ai, për të përkujtuar bijtë e Shkodrës, martirët e demokracisë, të cilët ranë për pranverën tonë të madhe, për pranverën e demokracisë. 2 prilli i thret shqiptarët që të ndërtojnë shtetin e së drejtës e të lirisë së njeriut. 2 prilli i thret shqiptarët që kur të mos durojnë më diktaturën. Bijtë tanë që ranë para ndërtesës së krimit, vazhdoi ai, kur s'do t'i harrojmë. Kur kriminalët do të dalin para gjyqit, vetëm atëherë martirët do të prenë të qetë. Ne emërtuaj, ju drejtuaj pjesëmarrësve në miting, dua të garantoj Europën e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës se do të ndërtojmë Shqipërinë e vërtetë që do të jetë gjithmonë për paqe e siguri në Ballkan." Duke përshëndetur në miting, ambasadori amerikan William Ryerson tha: "Ju shqiptarët keni një shprehje, të roni e t'i kujtoni." Në fjalën e tij, vllai i dëshmorit Arben Broci, Dritan Broci, tha se është në nderin tonë dhe atyre që vrau diktatura e kuqe, tani që pranvera e demokracisë çeli tek ne, hakmarrjen tonë t'ja lëmë në dorë demokracisë. Pastaj nxënësi Alketa Broci recitoi vargje për dëshmorët e demokracisë. Në miting përshëndeti gjithashtu dhe nënkryetari i Partisë Demokratike, zoti Azem Ajdari. Pastaj në varet e 4 dëshmorëve të demokracisë, Arben Broci, Bujar Beshanaku, Naim Kryeziu e Bujar Ceka, u vendosën Kurora e Tufa Melule. Hapur dhe i uroj punime të mbarë e të fryqshme sesionit të parë të legjislaturës të 12 të Kuvendit Popullor. Do t'ju kërkoj vetëm një leje për të lexuar një deklaratë në emër të parlamentarëve të Partisë Demokratike. Po. Me shqetësimin e dhomën bashkohën,
me shqetësimin që paraqitet. Tash si e mendon shoku me Gjigarci, përfaqësuesi i Partisë Demokratike, faktin që njëve para punës çfarë kërkuar nga parlamenti? Ju lutem përmes deklaratës. Ti bëre deklaratën qendro të lutem të jap që pjetët disa pjetje, përgjigje pjetjeve. Bëhet deklaratë këtu. Po pse vetëm për deklaratën njëkohësisht dëgjoj edhe përgjigje. Çfarë? Ju lutem, erdhe do të bëjnë deklaratë dhe fjalën tash do të japsh edhe përgjigjet e nevojshme. Çfarë? Ju lutem, erdhe do të bëjnë deklaratë dhe fjalën tash do të japsh edhe përgjigjet e nevojshme. Si ju duken këto pjesë insert? E kështë parë këtë pjesë, besoj se jo. E kërër 18 vjetë sa i bje? Këtë është para herë që shikoj pikërisht pas 18 vjetëve, edhe natyrisht që emocion, pata me të vërtetë emocione, qoftë nga paraqitja e varrimit madhështor që u bë dëshmorëve të 2 prillit, por edhe deklarata ishte pas kësaj ngjarje, ishte veprimi i Partisë Demokratike për t'i dhënë të kuptoj që prapa nesh, pavarësisht se nuk në 240 deputet ne kishim vetëm 70, përse i dominohesh nga Partia Punës për të treguar që prapa nesh ishte i gjithë popullit shqiptar, pra ishte e ardhmja dhe veprimi im në parlament nuk ishte bllokimi i parlamentit, por ishte mesazhi për të thënë që ne do kthehemi edhe një ditë parlamenti do ishte joni. Këto pak a shumë këto janë fjalët që nuk i ka kapur... Jo, dhe mund të kenë heqër, nuk kemi sigurt. Kam edhe nuk i ka kapur kamera. Mundet, ka pasur një ndërhyrje, është mbajtur, është kërkuar të mbahet një minutë heshtje, e mbani mend këtë? Jo, minutë heshtje nuk është mbajtur, ka qenë direkt... Një deklaratë e grupit. Deklarata. Themeluesit e Amerikës ngritën një demokraci përfaqësuese, ku ata që kalojnë ligjet, bëjnë politikë, janë të zgjedhur. Teorikisht, puna e tyre është të përfaqësojnë interesat e popullit. 9 gjyqtarët e Gjykatës Supreme janë ndër politikbërësit më të rëndësishëm në Amerikë. Kanë fjalën e fundit se si do të interpretohet kushtetuta, ajo që quhet ligji suprem mbi tokë. Megjithatë, gjyqtarët e Gjykatës Supreme nuk zgjidhen nga populli, por emërohen nga presidenti dhe aprovohen nga senati. E mbajnë postin e tyre për jetë. Pushteti gjyqësorit nuk përmendet kushtetutë, por megjithatë është ngritur nga Gjykata Supreme në vendimin Marbury kundër Madison, viti 1803. Ky vendim ishte themeli kushtetues. John Adams humbi rizgjedhjen dhe fitoi Thomas Jefferson në vitin 1800. Adams, një federalist, mendoi se antifederalistët e Jeffersonit
të dobësonin pushtetin e qeverisë federale. Adams kishte frikë edhe nga antipatia e tyre ndaj biznesit. Gjatë orëve të fundit, Adams mendoi të mbushte drejtësinë vetëm me federalistë, përpara se Jefferson të hynte në zyrën e presidentit. Të gjitha emrimet e drejtësisë duhej që të certifikoheshin. Kjo detyrë ra mbi sekretarin e shtetit të Adamsit, John Marshall. Nga 59 emrime që u bën mesnat nga presidenti, ai kaloi vetëm 42. Jeffersoni refuzoi që sekretari i tij i shtetit James të zbatonte këto vendime. William Marbury, me 3 federalistë të tjerë të emëruar por të pacertifikuar nga Madison, vendosën që ta hidhin çështjen në gjyq. Çështja shkoi në Gjykatën Supreme, duke kërkuar një urdhër të lëshuar nga gjykata për aprovimin e një akti, autorizuar kjo nga akti juridik i vitit 1789. John Marshall u tërhoi si sekretari i shtetit i Adams për të bërë shef i gjykatës. Tash ishte përgjegjës të vendoste me një çështje që e kishte krijuar vetë. Marshalli u përball me një dilemë. Nëse urdhëronte zbatimin, sekretari i ri i shtetit do të refuzonte. Gjykata nuk kishte rrugë ta ekzekutonte veprimin sepse nuk kishte forcë policore. Gjithashtu Kongresi kontrolloi nga Republikanët Demokratik. Ata mund të hiqnin me një impeachment Marshall. Por nëse Marshall do të lejonte sekretarin e shtetit të bënte se çfarë donte, kjo do hiqte pushtetin e gjykatës. Marshall mjeshtrisht formuloi një vendim që nuk i kërkonte askujt të bënte asgjë. Por rriti pushtetin e gjykatës supreme, ai nënvizoi se gjykata nuk e ka pushtetin të japë një writ of pandamus në këtë çështje të veçantë. Sipas Marshallit, artikulli 3 nuk e përmend writs of pandamus, me që Kongresi nuk ka të drejtë të zgjerojë jurisdiksionin e gjykatës supreme. Ky seksion i aktit juridik i vitit 1789 ishte antikushtetues pra pa vlerë. Ky vendim ende dhe sot qëndron si një mrekulli politike juridike. Por gjykata supreme 150 herë ka nxjerrë si antikushtetuese aktet e Kongresit. Ligjet e shteteve janë nxjerrë antikushtetuese nga gjykatat shumë herë më shumë, rreth 1000 herë. Në shmoni ndimë sa di Komiteti Qendror. Mirë. Çfarë pyeti? Në pete jashtën Recep Kolli, ishte zëvend drejtori i shtetit. Dhe që kishte edhe kundërshtunar. A i kujtohet tia që në Tirana, dhe se në sektor tia, i kanë ardhur raporte mbi vërtarinë e zbulimit të legatës të Jugoslave, dhe që bërë me këto? Se kanë ardhur në kombanën që të kanë ardhur nga drejtoria e Tiranës raporte lidhur me aktivitetin Jugoslav në atë kohë, para Federacionit. Shikoj, lidhur me aktivitetin Jugoslav. Drejtoria e Tiranës sa më thoj ishte mbi. Unë e Do me të digja. Mirë. Jo, ka që. Ato zona në çështjen e Sarajevit, po nuk është atë kryesor. Qerdja ku ishin këta që lidheshin Dini Heka e Tani Dreva, më thoj, por e kuptuar nga kjo çështje. Kush ishte Ramon Tineka? Persa Qendra, po qia. Po i vjen dokumentat aty. Me qendra dokumentat. Në konferencën e Tiranës personat që folën në kundër partisë ishin kryesisht në objektet që drejtonte drejtoria e sigurimit shtetit. I kujtohet Pierre Recepit për qytetin, që të tjerë persona që folën atje në objekti navigatere, për shembull, në ministrit, në radio televizioni, në të gjithë. Mirë. A i kujtohet që këto ishin objekte jo të drejtorisë Tiranës, po ishin objekte të ministrit? Në kujtohet që kështu ishte? Këto ishin objekte, ato e që kishte spektori, sa nuk kurva që Pa me shkaj, ishte një qëtër, ishte zërë.
Po ishte zëvend drejtor, po ju kujtohet që ishin këto objekte? Ata dihet drejtor shefi, që ata këto objekteve kryesor domethënë jo Vani Vanjush Viçane, Vandur Viçane kur ju ishin indikatorë. Me Vanjush me Ibrahim Zverku me Ilyas Ahmeti me tërë ishin të objekteve qendrore. Qendrore. Pra Rexhepi i kujtohet kjo gjë? Ato ta çfarë di kujtohet ata? Jo se tha që drejtoria e Tiranës. Po këto nuk ishin objekte e drejtorisë së Tiranës. Se vetëm objekte Po dirigega e kuqje. E këtyre. Edhe dalin dhe e këtyre, se ishin dikasteri qendrore. Dikasteri që kush? Dirigega dikasteri qendrore, çdo gjë do shikonin dokumentat e vitit të sheshin të Tiranës. Dirigega kanë qenë institucione qendrore. Po se kishim ne. Mirë, tjetër të Absolutisht. Mbahet qenim. Jo është përgjigje, edhe përgjigje. Mirë. Mbahet qenim se nuk është e vërtetë. Mbahet qenim. Është ky që i ngarkuar nga unë edhe nga bashkën e Zata Zinedar. Që kanë aty. Për sa i përket Alush Shenangut, kam pyetje. Ku kam qenë unë kur është? S'ke qenë. S'kam qenë. Ja. A ka mundësi të kthesh kujdesin? Parasit kam dhe unë kur jam larguar ty, edhe mjellajsi që ishtit, që pojtese nuk kryoj kushtet për të vrarë në shtë shanaku, leven e tiki? Për të zonë, apo për të vrarë? Për të zonë. Këto e këto? Këto. Se pranë e tonë në të kjo është kombinacion. Unë e kisha të qartë vetë, nuk që shku vetë, unë e drejtoha vetë operacionin, ku ishe vetë atje në radin jashtë Alush Shenangut, edhe doja me shto kusht, me shto kusht. Këtë të pyet që konë i lostoj të rejtë kakë. I ka dhe në urë dhe këta për i... Është të vërdet? Jo, është të vërdet. Kështu me i thërë me urët me qeu të kemë ra. I edhe mjallë është i qishtë i pa. Mirë. Për statësi, të nëmë, dëshmosh për fakte ki i di, naturisht. Kërpëm të është të vërtetë. Mungesa është të vërtetës do përgjithës në basë me një fyqin e të penante. Këtë janë të këtë shumë. A që kësë të rifiru të për të kanë, të rifiru për të. Nuk ishte jetë një qyshte e Amerikanë. Kjo lidhet me një stat të caktuar të zhvillimit historik të vendit tonë. Kur banditizmi po i likuidohesh, kupton si rrjedhimi i sukseseve të vizë partisë në faza e brendshme cilën ai kultivohesh, kupton edhe qendron. Nga jashtë, në ato kushte që u krijuan, mas prishjes me Jugoslavët, u ndërmuar një veprimitiv masiv. Edhe parë do hamë, edhe gjak do dërë. Më kanë rahur sa më bindet fikët. Edhe ai që më ka rahur është këtu. Se shuhe? Mehdi Bushati. Më ka rahur sa se ishte të mashkull i fortë, sportist, futbolist i njohur i Dinamos, sa më bindet fikët. Dhe ai e dinte mirë mjeshtrinë e tij, ishte në atë kohë nën kryetar i degës së brendshme të Lushnjës. Ramiz Alia. Hipokrit e servil. Plak e agenturës. Shënimet ishin më të ngrira, sepse vjen këtu dhe shënimet me kërkon tash zëri popullit. Sigurisht do shkruash me shumë kujdes. S'pun jam më keqe në politikë. Memeshehu ishte një terrorist. Enver Hoxha. Antikombëtar. Neve s'bëjmë që dira, jo marxist. Ka jo është vajza që ka lindur në mal dhe është rritur në shtëpinë e fëmijëve në Shkodër. Këtu? Enver Hoxha është një jeniçer i stalinizmit. Pranimi i partive të tjera do të dorëzosh çelësat pushtetit popullor. Edhe kanë detë mrena 24 orëve 32 fëmijë. Dy të fundit kanë qenë 2 binjak që nëna vetë mbeti pas një fëmijë, 2 lule që edhe sot më vjen të qaj kur i kujtoj ata 2 fëmijë si 2 engjëj të shtrim të ftofun. Babalarët e tyre nuk i vram sot. I kemi vra gjatë 40 vjetëve që i kanë shkuar, 45 vjetëve. Edhe unë propozoj të arrestojnë. Po mirë ta... Po si bukrish? Po si?
Lutem. Partia ime më arreston? Po partia tënde të arreston se ke më faj. Universiteti Vitrina, një kampus me më shumë se 25.000 metra katror hapësirë, ambient i gjelbërt, me një staf akademik të mirënjohur dhe të përzgjedhur, dhe mundësi studimi në fakultetet e shkencave politike, mjekësisë, arkitekturës, inxhinierisë, shkencave të edukimit, ekonomisë, drejtësisë, mastera shkencor dhe profesional, praktika mësimore në shumë vende të Europës dhe bashkëpunime në universitete nga e gjithë bota. Sot diplomojnë presin e parë të studentëve të Universitetit Vitrina. Universiteti Vitrina. Tregoje veten. Edhe parë do hanë, edhe gjak do derë. Më kanë rahur sa më bindet fikët. Edhe ai që më ka rahur është këtu. Se quhe? Mehdi Bushati. Më ka rahur sa se ishte ti mashkull i fortë, sportist, futbollist i njohur i Dinamos. Sa më bindet fikët. Dhe ai e dinte mirë mjeshtrinë e tij, ishte në atë kohë nën kryetar i degës së brendshme të Lushnjës. Ramiz Alia. Hipokrit e servil. Plak e agjenturës. Shënimet ishin më të ngrira, sepse vjen këtu dhe shënimet më kërkon tash zëri i popullit. Sigurisht do shkruash me shumë kujdes. Spunja më e keqe në politikë. Memesheu ishte një terrorist. Enver Hoxha. Antikombëtar. Neve s'bëjmë që dira, jemi marxist. Ka jo është vajza që ka lindur në mal dhe është rritur në shtëpinë e fëmijëve në Shkodër. Këtu? Enver Hoxha është një jeniçer i stalinizmit. Pranimi i partive të tjera do të thotë dorëzosh çelësat pushtetit popullor. Edhe kanë dekë mbrana 24 orëve 32 fëmijë. Dy të fundit kanë qenë 2 binjak, që nëna vetë mbeti pas një fëmijë, 2 lule që edhe sot më vjen të qaj kur i kujtoj ata 2 fëmijë si 2 engjëj të shtrim të ftofun. Babalarët e tyre nuk i vram sot. I kemi vra gjatë 20 vjetëve që i kanë shkuar, 25 vjetëve. Edhe unë propozoj të arrestoj.
Ardohan, edhe gjak do derë. Më kanë rahur sa më bindet fikët. Edhe ai që më ka rahur është këtu. Se quhet? Mehdi Bushati. Më ka rahur sa se ishte ti mashkull i fortë, sportist, futbollist i njohur i Dinamos, sa më bindet fikët. Dhe ai e dinte mirë mjeshtrinë e tij, ishte në atë kohë nën kryetar i degës së brendshme të Lushnjës. Ramiz Alia. Hipokrit e servil. Plak e agjenturës. Shënimet ishin më të ngrira, sepse vjen këtu dhe shënimet më kërkon tash zëri i popullit. Sigurisht do shkruash me shumë kujdes. S'punja më keqe në politikë. Memeshehu ishte një terrorist. Enver Hoxha. Antikombëtar. Neve s'bëjmë që dyra, jemi marxistë. Ka jo është vajza që ka lindur në mal dhe është rritur në shtëpinë e fëmijëve në Shkodër. Këtu. Enver Hoxha është një jeniçer i stalinizmit. Pranimi i partive të tjera do të thotë dorëzosh çelësat pushtetit popullor. Edhe kanë dekë mrena 24 orëve 32 fëmijë. Dy të fundit kanë qenë 2 binjak, që nëna vetë mbeti pas një fëmijë, 2 lule që edhe sot më vjen të qaj kur i kujtoj ata 2 fëmijë si 2 engjëj të shtrim të ftofun. Baballarët e tyre nuk i vram sot. I kemi vrar gjatë 40 vjetëve që i kanë shkuar, 45 vjetëve. Edhe unë propozoj të arrestoj. Po mirë, po si bukurisht? Dakord, po si? Lutem. Partia ime më arreston? Po partia tënde të arreston se kemë faj.